ajo ftofja e raportit ndërmjet presidentes dhe zotit Kurti, cila ishte megjithatë një fazë saktume gjatë qeverisjes Kurti 2. Kemi pas disa ftofje, bisa kemi pas edhe kogja si tham deklaratat ashpra të presidentes, nëse i manin men që thumboj në atë kohë zotin Kurti, por letrën për Këshillit të Evropës edhe për... Po, kemi pasaj një reafrim dhe kemi dhe në atë mos afrim sa që presidenti ja boni një të mirë të jashtëzakonisht madhe zotit Kurti duke shku në Bruksel dhe duke marrë lajmin e madh që po hjeken masat në prag të zgjedhjeve. E para, argumenti parë. Argumenti dytë, zoti Kurti ka nuhat fare mirë që cili elektorat po e rrit ose po e zvoglan vëvën. A i LDP-s. Atëherë, çka ndodh nëse tashme këtë rezultatun definitivisht se votat po dihet që për LDP-s kanë ardhur aty dhe tashmo edhe zonja Osmane ka më të lehtë ta kërkoj këto, sepse thotë votues me janë ta, votues të LDP-s. Çka fiton LDP-ja, çka fiton? Pak lutem ki dorë. Çka fiton LDP-ja, koleg? Po ti je pa përshtatshëm për debat, ti s'di me bë debat. Absolutisht. Ti s'di me bë, ti s'ki ide çka u debati. Me vduru, veç të përfundoj fjalën. Sonë lexo pak çka u debati. Politik. Po që nuk du me lexuar çka është debati. Atëherë çmendu. Unë çmendë, shtipëm dhimbër se i ke botë vjetë. Po, mos u ndalni se jeni duke më detyru me ndërprej emisionin. Po, zotëriu, një isha të fort. Jo, absolutisht, po, se s'ka kuptim kjo punë. Se shikuesi nuk është interesuar dizet cilat janë shkëmbimet argumenti dytë se levesh me përfundu. Dy argumente një minutë po zgjasen, se një minutë s'ka durim më dëgjua, atëherë mos na termën në studio. Vazhdo zoti Drenori. Disa të merr veten, se di çka. Vazhdo zoti Drenori. Argumenti i dytë është ky. Vjosa, po tham në emër, është presidentja e nderuar, e cila megjithatë unë mendoj që ka kry funksionin e vet jashtëzakonisht mirë, pra ka prezantuar vendin tonë në mënyrë më të mirë të mundshme. Edhe për këtë meriton lavdata. Pra, zonja Osmani e sfidon LDK-n jashtëzakonisht fort me daljen, pra me nominimin e saj për presidente. Çka ndodh? Ajo me atë, në fakt, zoti Kurti i thot elektoratit LDK-s që megjithatë një pjesë LDK-s e ki këtu. Po, shkurtoj e pak. Dhe çka ndodh? E vendos në kuvent e qet në sprov LDK-n, nuk ka nevojë LDK-ja me votu për kolegin nderuar. LDK-ja veçim nevojitet me qëndru në sallë. Ajo është e barazleshme me edhe subjekteve tjera. Tash nëse LDK-ja hiqet del nga salla dhe nuk bëhet korumi dhe për këtë arsye ne shkojmë në zgjedhje. Vjosa Osmani ja fshin minimum një 5%, sa ata ka drejt me dalë edhe në garë, edhe një 5% edhe një me LDK-ja veç të ashtin qelsin. Unë mendoj kështu sepse elektorati i flakt i LDK-s nuk është me Abdigjikun, po është me Vjosa Osmanit, po vrehet. Është me Vjosa Osmanit, prandaj fuqia e Vjosa Osmanit